Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi të shihemi në debate të tilla që jam e bindur që do jenë produktive. Sot kemi përballë shkollat Abaz Shehu nga Helena dhe Mer Lala nga Dal. Debatet ju e dini që kanë të njëjtat rregulla dhe unë do t'i përmbledh së shpejti, por para se të kalojmë tek rregullat, unë do ju prezantoj sot me jurinë e mrekullueshme që kemi. E fillojmë me zonjën Albiona Muçoimaj, ndjes nëse nuk e prononcoj në rregull, është aktiviste mjedisore dhe punonjëse sociale prej më shumë se 50 vitesh, është e apasionuar ndaj natyrës shqiptare dhe promovuese e saj. Ndërsa juria tjetër përbëhet nga Endrit Maçi, aktivist i shoqërisë civile prej më shumë se 10 vitesh dhe drejtues i organizatës Co7, e cila është specializuar në rritjen e kapaciteteve, formimit profesional dhe menaxhimin e projekteve me trim. Gjithashtu Çelik Rupli, analist i medias pranë Europe House, aktivist dhe ish bashkëpunëtor me organizatat e shoqërisë civile. Unë uroj shumë që të keni një shëndet mirë në këtë periudhë vështirë të pandemisë dhe jam e bindur që jeni përgatitur shumë mirë për sa i përket temave të sotëm. Dhe jam e bindur që do kena një proces sa më profesional dhe të drejtë. Dua t'ju rikujtoj që Redebate zbatohet nga Liburneti për të 4 vit në partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar dhe Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, me Bashkinë Tiranë, United Nations Albania, UNFPA Albania dhe UNICEF. Gjithashtu, mbështetet dhe nga Rajko, Tibo, Bukiniz dhe kompania One. Ky projekt është i shtrirë në 61 bashki të vendit dhe përfshin 100 shkolla të mesme. Për t'ju rikujtuar edhe një herë rregullat, ne tashmë e dim që nuk mund të bëjmë zëvendësime, pra grupi juaj i ka përcaktuar të 8 anëtarët pjesëmarrës të grupit të debatit. Si në debatin e dytë, si në debatin e parë ashtu edhe tek i dyti, tema do lidhen me short, do na ndihmojë Justini për sa i përket temave, si dhe qëndrimet që do mbani po apo kundër, do i përcaktojmë po ashtu me short. Tek debati i parë do flas çdo anëtar i grupit vetëm nga një herë, sigurisht e fillon skuadra pro dhe duke pasuar më pas me anëtarin tjetër të skuadrës kundër. Gjithashtu, secili grup debatues ka nga 1 minutë kohë për të dhënë argumentet e tyre. Ndërsa tek debati i dytë do kemi një përballje të 2 liderave të grupit, të grupeve pro dhe kundër, me nga 4 herë, me nga 2 minuta për secilin lider. Nuk do kemi kohë minimale, domethënë ju mund të flisni aq sa ju e mendoni të arsyeshme, të jepni argumentin tuaj, që argumenti të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për të gjithë ne. Dhe domethënë pak a shumë ju i keni parasysh të rregullat. Tani do na ndihmoj Justini me shortin për temën. Atëherë ana po vijoj me shortin e parë, që bëhet fjalë për debatin e parë, ato në skuadër. Okej, eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Në rregull, faleminderit Justin. Tani jetim shortin për qëndrimin pro apo kundër të shkollës. Shortin për të zgjedhur do e ketë shkolla Abaz Shehu. Më pas në debatin e dytë, shkolla Ymer Lala. Atëherë shkolla Abaz Shehu do të jetë kundër, shkolla Ymer Lala do të jetë pro. Na ndihmon që ta vendosim dhe tek çati, pra eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë, ku shkolla Abaz Shehu mban qëndrimin kundër dhe shkolla Ymer Lalaj mban qëndrimin pro. Tani ne do kemi 7 minuta, ju do kemi 7 minuta kohë në fakt përgatitore për të konsultuar me njëri tjetrin dhe për të vendosur argumentet pro dhe kundër. Jam e bindur që secili nga ju do jap argumentet më të arsyeshme dhe do i shfaq ato sa më mirë. Në rregull, atëherë fillojmë me përgatitjen tuaj dhe shumë suksese.
Të gjithë i pëlqejnë historitë, për më tepër ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më fra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoi shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdorur. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shohë, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdarësit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe të gjitha këto i merr me vete kudo. A thua se je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarëve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. So ti bën më mirë, I jep jetës një motiv. One, ne jemi one. One, çdo ditë më mirë. Rregull, rikthehemi tani sepse koha për 7 minutash ka përfunduar. Ju lutem të gjithëve të hapin kamerat. Jemi kthyer. Po. Po jemi këtu. Ta presim dhe disa antarë të tjerë. Ju lutem hapini kamerat. Kemi Lidionin, Iglin, Afrinin, që nuk kanë hapur akoma kamerën. Jemi gjithë. Po, këtu e Dhe Lidioni, na duhet edhe Lidioni. Lidioni, Afrini. Lutem hapni kamerën, Tita. Kamera duhet të mbajmë hapur që të gjithë ne të shohim dhe antarët e grupeve. Lidioni, nuk të di po Lidioni pse nuk na përgjigjet. Bravo, Lidioni. Në rregull atëherë, shpresoj të ketë hyrë kjo koha për 7 minutash dhe të keni rikonstruktuar ato idetë e juaja. Tani siç e dim, radhën e merr grupi shkolla që bën qendrimin pro dhe ne fillojmë me përfaqësuesin e grupit të shkollës Ymer Lala që bën qendrimin pro. Unë nuk domethënë ne duhet që secili nga grupet ta marrin vetë radhën. Radha është duke filluar nga grupi pro, më pas e merr përfaqësuesin nga grupi kundër dhe ne kështu në mënyrë të alternuar derisa të gjithë anëtarët e grupeve të kenë
Ju lutem një korrekt orarin për 1 minutë për secilin antar në mënyrë që mos t'i marrim kohën dhe mos të zgjatemi. Hallën po ja jap shkollës Ymer Lala. Përshëndetje, Majgi Troksi, shkolla Ymer Lala, dhe unë jam pro eksperimentit me kafshët dhe mendoj që eksperimentimet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë, sepse si themi edhe nga vetë fjala eksperimente, do të thënë janë të pasigurta dhe nuk kemi fakte ose një urim mjaftueshëm mbi të. Dhe ku ka më mirë se të kemi një mundësi të provojmë te kafshët përpara se ato të mund të testohen te njerëzit. Gjithashtu eksperimentimet me kafshët kanë ndikuar që shkenca të avancojë më shumë duke krijuar mënyra të reja dhe duke bërë përmirësime përpara se të kemi një produkt mjekësor përfundimtar, i cili do të shpërndahet në të gjithë vendin dhe do të merret nga persona shumë të ndryshëm. Edhe në rastin tonë më konkret, në rastin e virusit, janë kryer me qindra e mijëra prova të gjitha vaksinat nga kompani të ndryshme. Dhe këto eksperimente janë kryer me bazë kafshët. E kupton që edhe kafshët kanë shpirt dhe shumë njerëz do të thonë që ajo është jo njerëzore, por është më mirë të testojmë te kafshët se sa te njerëzit. Dhe mendoj që kaq është mjaftueshëm për mua si fillim. Faleminderit Majgi. Të lutem Majgi rregulloje, largoje pak sepse fytyra jote nuk del këtu te kamera. Edhe kam pak probleme me hapësirën. Vetëm thjesht largoje pak, rregulloje kamerën në që të dukesh. Okej, fillojmë në grupin tjetër. Përshëndetje, unë quhem Irisi Shaha, vi nga Gjimnazia Bas Shehu Tepeles. Si fillim i falenderojmë që na dhanë këtë mundësi për të marrë pjesë dhe e respektoj mendimin e parafolësit, por skuadra jonë mban një qëndrim kundër për arsye sepse në momentin që këto metoda shkelin tiparet e humanizmit, atëherë diçka këtu nuk shkon. Njerëzit domethënë gjithmonë e kanë pasur këtë mendimin që janë dominant ndaj qenieve të tjerave ose njerëzve të tjerë, po siç është një jetë njerëzore, atëherë është edhe një jetë e gjallë, siç është ajo e kafshëve. Edhe ka metoda të ndryshme të cilat mund të kryejnë këto eksperimente dhe në momentin që rrezikohet faktori eksperimenteve, rrezikohet një jetë e gjallë, ja vlen domethënë që të diskutohet, a duhet të vazhdojmë të bëjmë eksperimente me kafshët apo jo, sepse për mendimin tim është diçka që nuk qëndron kundër në anën më shumë se sa pro. Faleminderit. Faleminderit Iris. Tani, në grupi tjetër, ju lutem ju rikujtoj që mos hapja e kamerës konsiderohet si mos pjesëmarrëse, ndaj ju sugjeroj shumë që ta hapni kamerën që dhe ne të shohim juve dhe ju në mënyrë që të na shihni juve. Tani, ju lutem merrni vetë, më fal, rradhen merrni vetë në mënyrë që mos t'ju përsëris emrat në shqyrë grupit. Faleminderit. Atë vërtet me debatin, grupi jonë është kundër, sepse nuk duam apo nuk duam ne, njeriu me të drejtë apo pa të drejtë zotron planetin dhe përdor resurset e tij, siç janë bimët, kafshët, për të ushqyer dhe për shërbime të ndryshme. Domethënë ne nuk mund të shmangemi këtij fakti. Pastaj ne duhet të përdorim këto për zhvillimin e shëndetësisë dhe prodhimin e ilaçeve, siç tha edhe shoku parafolës i grupit tonë. Pra, ne nuk mund të themi që jemi kundër këtyre, grupit tjetër, për shkak sepse ne jemi vetë ato që përdorim, vishemi, ushqehemi me këto kafshë. Domethënë dhe nëse kjo do të bëhet për hir të shëndetësisë dhe për kurimin e njerëzve, nuk do të ishte diçka e gabuar, kur ne i përdorim edhe për gjëra që nuk janë shumë të nevojshme. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, jam Nadia Majka nga Gjimnazia Abbas Shehu. Atëherë si fillim më vjen mirë që me parafolsin jemi dakord në pikën që njerëzit kryesojnë në botë dhe unë e shkoj këtë si privilegj, e mendoj dhe e besoj si një privilegj. Dhe ideja është ose më saktë e rëndësishme është si ne do e përdorim këtë privilegj. Do e përdorim për të vrarë qenet e tjera, për të zhdukur llojet e tjera, apo për t'i mbrojtur dhe për të jetuar në harmoni me to. Prandaj, ju lutem të gjithëve pjesëtarëve të grupit tjetër të bëjnë pyetje. Eksperimentimi me kafshët është një sakrificë e domosdoshme për shkencën, apo janë viktima të pafajshme të cilat mund të kursehen me burime të shumta alternative? Faleminderit. Përshëndetje, pa e marrë në fjalën të grupit të Gjemi Pro. Atëherë nisim
me çfarë tha parafolsi, a mendoni ti për vete ose secili grup i cili ndodhet kundër, a do dini vullnetar ju që të jeni pjesë të shkencës para eksperimenteve, përderisa mendoni që vrasja e kafshëve është, do me thënë jo vrasja, s'u shpreh gabim, po eksperimentimi nëpërmjet kafshëve është e gabuar. Ju a do jeni të gatshëm të jeni pjesë e eksperimentimit? Faleminderit. Nuk po të dëgjoj, se po flet Ledioni, nuk po të dëgjoj. Fal, kush do flasë nga grupi tjetër, nuk po të dëgjoj. Në marrë fjalë. Përshëndetje, nga Gjimnazia Basqeu. E falenderoj parafolsin për më duhet të kundërshtoj. Kafshët kanë të drejtë të jetojnë dhe njeriu nuk mund ta ndryshojë këtë vetëm sepse ai është më i fuqishëm dhe vetëm se mundet. Është e vërtetë që testimi në kafshë jep më tepër rezultat dhe metodat e tyre kanë dhënë, kanë goxha anë pozitive, por vlen për të theksuar që kafshët trajtohen në mënyrë mizerabël. Mund të përmendim vetëm një laborator në Gjermani, në të cilin kafshët trajtohen jashtë të gjithës logjikës njerëzore. Ato lihen dhe keq trajtohen dhe ka mjaftueshëm alternativa të tjera të cilat mund të përdoren për efektivitetin e testeve të ndryshme. Ndaj kafshët duhen mbrojtur. Faleminderit. I kërkojnë ndjes sepse po ndroi pak pa radhë, domethënë do të ishte më saktuar, nuk ishte kjo pyetja. Pyetja ishte më specifikuar, nuk mund të merren në raste të veçanta, domethënë edhe thuash vetëm për disa raste që janë më të veçanta nga të tjerat. Kaq kisha për të thënë, faleminderit. Do të dëshiroja shumë të ndërhyja në këtë moment, pasi ajo që dua të them është se në fillim evolimi ka filluar nga njerëzit, më pas ka vazhduar te kafshët. Kafshët janë marrë për bazë për të eksperimentuar, që të zgjedhim ne këto barnat ose çfarë do llogjeje tjetër që nevojitet. Kështu në këtë mënyrë shkenca është aq e hapur që nga kafshët evolojnë diçka tjetër që ta bëjë. Më fali që ju ndërpres shoh, por nuk mund të merrni fjalën në të tillë mënyre, por sepse ne ju japim mundësinë çdo personi që të flasë çdo antar i grupit, që të flasë vetëm nga një herë, nga një minutë. Ndaj skjedit të lutem, nuk mund të ndërhysh në të tillë mënyre, por t'ju japim mundësinë edhe kolegëve të tjerë, ose mund t'ja kalosh fjalën antarëve të tjerë të grupit. Edhe njëri kërkoj shumë të falur. Në rregull atëherë, mund të japim fjalën skuadrës të skerdit, të Ymer Lale, lutem, një antar tjetër i grupit që nuk ka folur. Përshëndetje, Ymer Lale. Jam i Glisina dhe unë jam pro këtij eksperimenti. Eksperimentimi me kafshë është shumë i rëndësishëm. Në lidhje me këtë aspekt dëshirojmë të therasim në vëmendjen faktorin prioritet. Njeriu me apo pa të drejtë zotëron si sot planetën dhe përdor resurset e tij, bimë dhe kafshë për të ushqyer, për shërbime të ndryshme dhe padyshim njëri prej tyre i këtyre qëllimeve është zhvillimi i shëndetësisë dhe prodhimit të ilaçeve për të kuruar në sëmundje të ndryshme. Pra, ashtu sikurse kafshë të ndryshme, vishën me lëkurat e tyre i përdoren më shumë në lloj industrish. Faleminderit Glisina. Përshëndetje, jam Letion Sula nga Gjimnazia Basqeu dhe dua ta kundërshtoj parafolsin tim sepse vetëm në Europë 12 milion kafshë përdoren dhe vriten çdo vit nëpër laboratoret fundërtuese nga mënyrat më të mizorshme ose edhe më të këqija të mundshme. Kështu që mund të them që
Ne nuk duhet i përdorim asnjëherë kafshët se për eksperimentet që mund të nevojiten njerëzve ose gjëra të ndryshme, por duhet i duam ato siç duam një personin ton të afërm ose diçka tonë, sepse ato kanë një shpirt si ne. Faleminderit. Përshëndetje, jam nga shkolla e Merdala, Ersa i Durmuqa. Mendoj që është gjëja më e duhur që eksperimentet të vijojnë te kafshët sesa të ndjehemi të detyruar ndonjëherë që të vazhdojë te njerëzit. Për mendimin tim është gjëja më e duhur që të vazhdojmë në këtë mënyrë për të pasur një organizëm akoma më të shëndetë. Përshëndetje, jam Bluna Zoto nga shkolla Abbas Sheu Tepelen. Jam rreth 20% dakord me mendimin e parafolses, por desha të theksoj që një 80% jam kundra, për arsye sepse të ardhurit në këtë jetë është një gjë mjaft interesante dhe jo vetëm për njerëzit, por ashtu edhe për kafshët. Ato kanë drejtë të jetojnë, është një drejtë që ua ka dhënë natyra dhe ashtu si njeriu jeton në habitatin e tij, krijon familjen edhe jetën e vet, ashtu edhe kafshët kanë të drejtë që të jetojnë në habitatet e tyre. Dhe pavarësisht se testimi i të gjitha ilaçeve dhe barnave të ndryshme që ndihmojnë në zhvillimin e shëndetësisë është i mirë, a nuk mendoni se është njerëzore që ato të testohen vazhdimisht tek kafshët? Faleminderit. Atëherë po e marrën fjalën, me që doja t'i thoja grupit të cili është kundër, i respektoj mendimin e tyre sigurisht sepse nuk kemi askush për t'i hedhur poshtë mendimet e të tjerëve, por nuk mendoni sepse është shumë herë më efikase për përdorur kafshët për eksperimente, pasi edhe kafshët që merren për eksperimente nuk janë ato të cilat rrezikojnë të zhduken, por janë kafshët të cilat janë më shumicë dhe ato mund të riprodhohen sërish për të shtuar popullsinë e tyre si kafsh. Janë kafshë të tilla si miu, dedja apo dhe peshqit. Madje ndonjëherë janë edhe peshq të cilët mund të jenë të dëmshëm për vetë mjedisin e tyre dhe prandaj sugjerohet që të merren ata, që të paksohet edhe numri i tyre, të zvogëlohet edhe ndotja, për sigurisht që edhe të kemi rezultate më të mira për të pasur një jetë ne më të shëndetshme, për të qenë ne më të sigurt dhe përpara se si ndikojnë të gjitha shkencat, zhvillimet në shkencën e Përshëndetje, jam Aliana Zika dhe edhe pse mund të bie shumë dakord në lidhje me efektet negative. Këtu dua të përmend shumë faktin që nëse vazhdojmë me këto eksperimente ndaj kafshëve, jo ne vetëm do sjellim dëmtimin e tyre, rrezikim që mund të sjellë dhe ngordhjen e tyre. Ne mund të jemi, mendoj që do të ishim shumë humane nëse do t'i mbështetim shumë. Përshëndetje, jam Besiane Sufa nga shkolla e Merlala dhe njerëzit do të vazhdojnë të vdisnin edhe nuk do të kishte ilaçe, siç është edhe virusi që jemi tani. Ne do të shohim tek dhe nëse nuk do të ishin këto eksperimente për një minutë para. Okej. Kam fënë në mikrofon. Vjoj me shkollën Abbas Sheu? Përshëndetje, unë jam Erika Dura, studioj në shkollën Abbas Sheu.
Unë mbështes mendimin e parafolësit, por mendoj se ka praktike për të trajtuar studion testime më etike, për shembull Erika, të dëgjojmë. Të lutem kontrollo lidhjen me internetin. Erika, ne nuk po të dëgjojmë. A dëgjojmë? A dëgjojmë? Falni që ndërhyj, por Erika ka një problem me internetin, po që të lidhet. Nëse është e mundur të presim paksa. Ana vijoj me shkollën tjetër për arsye sepse e kemi bërë të gjë të qartë. Në rregull. Jo me shkollën tjetër? Përfaqësuesi i shkollës së Merlala? Një përfaqësues tjetër të shkollës së Merlala? Besoj të gjithë anëtarët e grupit të Merlala Majki Troksi nga shkolla e Merlala. Një nga anëtarët e grupit tonë ka probleme teknike. Unë e di, unë fola i pari, por në qoftë se është e mundur, më flasun të vend të ti? Jo, Majki, keni folur. Ka probleme teknike dikush, në radhën e atij. Në çfarë ka problemi teknik? Çfarë problemi ka? Me probleme teknike, duke qenë se ne nuk jemi afër, se cili është nga shtëpia ose shkolla, kemi mbaruar, ose jemi online, ose nuk ka internet, ose nuk e di. Thjesht ka probleme teknike, nuk është mundur të vazhdojë. Okej, Majki, mund të vijosh. Okej, duke qenë se edhe në vazhdim e tham, njeriu është qenia më dominuese në këtë planet dhe këtë ka treguar historia. Historia gjithashtu ka treguar që kafshët janë përdorur në eksperimente në shkencë dhe mjekësi që në kohët më të lashta. Dhe duke qenë se kjo metodë ka mbetur efektive deri në kohët tani, dhe ne nuk kemi asnjë metodë që mund të zëvendësojë komplet rëndësinë që kanë kafshët në eksperimente, atëherë unë mendoj dhe besoj që kafshët janë më se të domosdoshme për të gjitha për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Duke qenë se ne aktualisht nuk kemi një ide tonën që të kundërshtojmë këtë. Dhe historia ka treguar që kafshët janë resursi më i mirë dhe që gjendet më lehtë që të zëvendësojë eksperimentet me njerëzit, sepse eksperimentet janë të pasigurta dhe ka rrezik. Faleminderit, atëherë mund të vazhdojmë edhe me grupin tjetër. Vajza në fjalë që mori fjalën para nuk ishte mirë lidhje në internet. Nëse mund ta përfaqësoj një shoqë. Po, mund të flas unë. Do të doja të thoja diçka, në fakt ne secili prej nesh që ndodhemi këtu në këtë meeting, kemi pasur një kafshë shtëpiake dhe të gjithë prej nesh e dinë se sa mirë ato dinë të dhurojnë dashuri dhe sa të përkushtuar ne jemi ndaj atyre. Kështu kjo nuk është zgjidhja e duhur, mendoj unë dhe i gjithë grupi im. Do të ishte më mirë siç shkenca ka përparuar prej vitesh, të gjente një mënyrë tjetër për të eksperimentuar, ndoshta jo në kafshë, por në diçka tjetër, nuk e di se çfarë, sepse ne nuk kemi akoma të informuar në lidhje me këtë, por duhet të mendojmë se kafshët janë qenie njerëzore fikse ashtu siç ne jemi. Atyre dikush ua ka falur jetën, ashtu siç ne, kështu që ne nuk kemi askushit të dëmtojmë, t'i vrasim ose nuk e di, do të ishte më mirë që ne të ishim human ashtu siç dhe Aliana tha. Faleminderit.
Faleminderit shumë, faleminderit të gjithë grupeve, ishit shumë të mirë dhe shumë të përgatitur. Ju për shumëshmërinë e informacionit dhe të argumentave që keni përcjellë tek ne. Do vijojmë me debatin tjetër, me debatin e dytë. Justini do na ndihmojë sërish me temën e radhës, duke hedhur shortin, si dhe përqendrimet pro apo kundër të shkollave. Po Justin? Patjetër Ana, po vijojmë tani. Vijojmë me debatin e liderëve. Ju kujtoj që tema gjithashtu do të jetë edhe në chat. Tema? Qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës. Është tema që është përcjellur. Vijojmë me qëndrimin pro dhe kundër. Na ndihmon dhe Justini për ta shkruar në chat temën. Dhe shohim që për sa i përket qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës. Ymer Lala do të jetë pro, Abbas Sheu do të jetë përsëri kundër. Do të vazhdojmë? Tani. Sigur, ja vetëm një minutë, dua t'ju rikujtoj që do ishte mirë gjatë prezantimit të argumenteve ju të lexoni mbi shënimet tuaja dhe jo mbi shënimet e mbi informacionet që merrni drejt për drejt nga interneti. Jam e bindur që këtë rregull ju do e ndiqni. Gjithashtu mos harroni t'i mbani kamerat hapur kur të ktheheni nga faza juaj përgatitores. Ju kemi 7 minuta kohë dhe më pas do kemi përballjen e 2 liderave të grupeve, ku liderit do flasin nga 4 herë me nga 2 minuta. Në rregull, koha juaj fillon tani. Ju mund t'i fikni kamerat ndërkohë që po merreni me përgatitje. Të gjithë i pëlqejnë historitë, për më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoi shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdorur. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shohë, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdarësit dhe ata që nuk duan të lënë pa ndjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua, si je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarëve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. Zo dit bëhen më mirë, I jep jetës një motiv. Ne jemi One, çdo ditë më mirë.
jemi gjithë atjere. Shkojmë me debatin mes dy liderave të grupeve, temën e kemi dhe të shënuar këtu në chat, qeveria nxënësve pjesëmarrëse së shkollës, dhe fillojmë me liderin e shkollës Ymer Lar. Atëherë, para se të nisim me debatin, doja të vija në duke se sa e rëndësishme është se cili ai përfaqësues të jetë pjesë e qeverisë të nxënësve, pasi kjo përveç se ndikon shumë në ecurinë dhe zhvillimin në mjediset shkollore si në aspektin e shoqërisë, por edhe në atë të dijes dhe informacionet që marrim. Pra duhet që nxënësi që është përfaqësues në qeverinë e nxënësve të përcjellë tek të tjerët mesazhet që komunikohen aty. Prandaj është shumë i rëndësishëm roli i tij aty, sepse kjo sigurisht që rrit vetbesimin tonë dhe na jep më tepër motivim për të vazhduar të mësojmë dhe të dimë se si të organizohemi. Sugjerues të vetëm atë. Jam dakord me parafolsen dhe me mendimin e saj se qeveria e nxënësve ka një rol më të rëndësishëm në vendimarrje, por nuk duhet harruar asnjëherë fakti se duhet marrë edhe parasysh mosha që ne nxënësit kemi, sepse jo për çdo çështje ne mund të marrim vendime. Pra, ne mund që të servirim idetë tona, por vetëm në rast se ato janë të vlefshme. Dhe në këtë mënyrë ato mund të miratohen dhe mund të jenë pro. Faleminderit. Ju rikujtoj që secili nga liderat ka nga 2 minuta kohë për të dhënë argumentet e tyre dhe sigurisht nga 4 minuta. Faleminderit. Po vazhdo. Për atë çfarë tha vajza më parë, ka shumë të drejtë, sepse sigurisht ne nuk kemi në një moshë të cilën mund të marrim vendime që gjithmonë janë të drejta, por duhet mendojmë këtë që kush më mirë se sa ne, nxënësit, arrim të kuptojmë problemet dhe gjërat që zhvillohen në shkollë. Jemi ne ata të cilët hasemi më parë me problemet, duhet të interpretojmë të përcjellim ato tek njerëzit më lart nesh, pra tek drejtuesit e qeverive të nxënësve, dhe sigurisht që roli jonë është shumë i rëndësishëm dhe qëllimi i shkollës është që të na rrisë ne në zhvillimin tonë, të na rrisë si person me idetë tona, që të ne të jemi më të vendosur dhe sigurisht që kjo na përgatit edhe për të ardhmen. Sigurisht që vendimet apo mendimet tona nuk mund të jenë ato të përfundimtare, të cilat merren parasysh, por duhet japim idetë tona, sepse ne jemi ato të cilët përballemi më tepër me gjërat që diskutohen aty. Atëherë, është e vërtetë që mendimet e nxënësit lidhur me situatën dhe me vijimin qoftë të procesit mësimor apo qoftë edhe të problemeve të tjera që mund të kenë nxënësi në mësim dhe në ambientet e shkollës janë të vlefshme dhe janë ato të cilat duhet që t'i dinë edhe drejtuesit e shkollave, mësuesit dhe nxënësit të komunikojnë edhe me personelin e shkollës, por duhet pasur parasysh edhe diçka. Nëse marrim situatën në Shqipëri, në vendin tonë ku jetojmë, me raste të cilat dëgjojmë vazhdimisht në media, kemi edhe raste të cilat edhe ankesa ose si ta quajmë pa kënaqësi të nxënësit nuk merren parasysh nga qeveria e shkollës dhe nga drejtuesit. Dhe këto ngelen më një anë. Çka do të thotë se jo gjithmonë është e vlefshme qeveria, pra ndonjëherë ajo është edhe fasadë, jo gjithmonë është funksionale. Për shkak se diçka e tillë vihet re në ditët e sotme, kjo është arsye pse ne duhet të bashkohemi dhe të bëhemi të vendosur në mendimet tona që ne duhet jemi patjetër pjesë në qeverinë e nxënësve dhe të marrim pjesë në vendimarrjet për shkollën tonë, sepse kjo gjë sjell sigurisht prapambetje përveç se mësimore, por edhe në formimin tonë si person. Kjo, nëse ne nuk përballemi në shkollë me procese të tilla që ne shprehim mendimin tonë dhe të arrijmë të përfaqësojmë një grup të tjetër të njerëzve, si do arrijmë ne të dalim më pas të gjejmë një punë apo të vazhdojmë më tepër, por ne nuk kemi fituar atë ndjesinë e vetbesimit që nga shkolla. Pra ne duhet përgatitemi që në shkollë të marrim disa veti të tilla si vetbesimit, duke qenë pjesë e qeverisë së shkollës, ndjen një përgjegjësi dhe përpiqesh përgatitesh akoma më tepër. Jam dakord me ju, por lidhur me pjesën e vetbesimit që sapo thatë, vetbesimi është një çështje që
prek të gjithë individët dhe lidhet personalisht me çdo individ. Pra, jo gjithmonë shkolla është ajo e cila i urrit vetbesimin nxënësve apo mësimi, apo edhe të pasurit një qeveri e cila na përfaqëson ne dhe zërin ton në mëtutje. Pra, duhet theksuar që çdo nxënës lidhur me pjesën e vetbesimit është diçka personale, domethënë nuk ka të bëjë me të marrit pjesë në aktivitetet e shkollës apo të qenurit pjesë e një qeverie të nxënësve. Varet sepse mund të shihet në disa kundërshtim. Atëherë, për sa i përket kësaj, sigurisht që vetbesimi është një nga karakteristikat që personat e fitojnë edhe gjatë jetës. Pra, duke u përballur me situata të ndryshme në përditshmërinë tonë, arrim ta fitojmë atë pjesën e vetbesimit, sepse nëse ne nuk përballemi, nëse ne nuk kemi pjesë e debateve të tilla, pra ne të provojmë dhe veten tonë, nuk arrim që ta kuptojmë nëse e kemi apo jo një cilësi të tillë. Prandaj duhet, unë mendoj, sigurisht që jam e sigurt që shumë prej nesh mendojnë kështu, që qeveria e nxënësve duhet të ndikojë në vendimarrjet e shkollës, sepse siç e thash edhe më herët, ne jemi ato të cilët prekemi nga vendimet e qeverisë, ne jemi ato të cilët kemi nevojë që gjërat të jenë më të caktuara dhe më të rregullta për ne, që të na bëjnë të ndjehemi më mirë, që të fitojmë dijen dhe sigurisht të zhvillohemi edhe si shoqëri. Sepse ne jemi ardhmë e këtij vendi dhe duke arritur të sjellim një shkollim të saktë për secilin nga ne, do të kemi në të ardhmen një vend më të mirë. Është e vërtet, kjo që sapo thatë, e vlerësoj shumë mendimin tuaj, por duhet të keni parasysh që për moshën që kemi, qoftë edhe në familje, por qoftë edhe në shkollë, ne nuk jemi asnjëherë të aftë për të marrë vendime. Çka do thotë? Ne thjesht kemi mendimet tona, japim idetë tona, të cilat nëse janë të vlefshme më tej mund të miratohen dhe mund që të realizohen edhe në praktikë. Por jo domosdoshmërisht mund të merren për bazë mendimet ose idetë e një 18 vjeçari. Sepse jo të gjithë kanë një stad ose një perfekcion të mendimeve. Faleminderit, mendoj që e mbyllet apo jo, no? Po, besoj se po. Po, Ali, falenderoj shumë atëherë, falenderoj edhe për argumentet që sollet pranë nesh, ishte një përballje shumë e mirë, do thoja në këndvështrimin e një dëgjuesi, kur u respektuan jatë mirë rregullat e debatit. Tani ne do I lejmë pak kohë jurist që të gjykojë dhe të gjykojmë mbi parimet e të drejtës, ndaj I ftoj jurin të bisedojnë së bashku për të marrë vendimin për të përcaktuar pikët. Ju lutem mos I fikini kamerat, ju antarët e tjerë të grupeve. Ndërkohë mund na tregoni se si ishte procesi I përgatitjes, keni pasur mundësi të bisedoni, bashkëbisedoni së bashku për sa I përket temave dhe argumenteve? Atëherë, duke qenë se jemi në një kohë të vështirë, le të themi në një kohë pandemie, kemi qenë disi të detyruar që ne të mos takohemi përballë me njëri tjetrin dhe mos kemi mundësi të komunikojmë përballë, se ndoshta do ishte akoma më mirë dhe do arrinim përgatiteshim akoma më shumë, por në këtë kushte që jemi, mendoj se kemi arritur të përgatitemi mjaftueshëm për të qenë tamam një grup I cili do përfaqësojë shkollën tonë në këtë debat. Gjithashtu, përveç faktit se është debat dhe sigurisht është më tepër një konkurs midis nesh, por sigurisht që na përcjell na mbush ne me kënaqësi, se përderisa ndodhemi deri këtu, ndjehemi mirë dhe shpresojmë që kemi arritur të përfaqësojmë në mënyrë më të mirë të mundshme shkollën tonë. Faleminderit juve që na dhat këtë mundësi. Faleminderit, Regina. Po nga grupi tjetër si kanë qenë përgatitjet? Ne pas mundësi të Për shkollën tonë në fakt është viti I parë që merr pjesë në ridebate, edhe jam shumë e lumtur që na I dhanë si mundësi, dhe më shumë jam falenderuese se për shkak të pandemisë, këto kohë domethënë nuk në shkollë nuk kemi pasur projekte ose mundësi për të mbledhur bashkë edhe për të përgatitur në grup, për të marrë pjesë në
në grup, në diskutime grupi, edhe pse online, mbledhja për debatin, mua personalisht më ka bërë të ndjehem mirë, sepse më kishte marrë malli të dëgjoja komentet e tjerëve ose mënyrën e të menduarit e të tjerëve për tema bashkohore. Faleminderit. Faleminderit Tina. Keni marrë pjesë më parë të debatit sa nga ju kanë qenë pjesë e debatit më parë? Në fakt nuk kemi qenë ndonjëherë, ishte herë e parë dhe për shkollën. Dhe mund të themi se ishte shumë eksperiencë e mirë si herë e parë. Përpos të gjithave, ne arritëm të krijonim miq shumë të mirë, u prezantuam me njerëz të rinj që nuk do të kishim mundësi ndoshta të njiheshim. Dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e mirë për ne, të gjithë u organizuam në një mënyrë shumë të bukur. Mundëm arritëm që të kalonim kohë shumë të bukura së bashku, duke ndoshta edhe me orë të tëra. Ishte një eksperiencë shumë e mrekullueshme dhe shpresojmë që ne të jemi përsëri pjesë e kësaj eksperience. Faleminderit. Të lutëm Besiana mos na e mbyll kamerën, se nuk do kemi mundësi të bisedojmë bashkë. Po përsa i përket argumentave dhe paketës përgatitore të mia, këtu ta përvetësoni mirë ti bëni tuaj argumentat, apo ka qenë do pak e vështirë? Shumë të qetë ju shohë. Nuk kanë lodhë më duket argumentet, apo jo? Në qoftë se do të mundeni të na përsërisni edhe një herë pyetjen. Jo, thjesht po ju thoja që a keni përvetësoni mirë informacionet nga paketa, apo e keni pas ndo pak të vështirë, gjeni informacionet tjera shtecë? Unë personalisht nuk jam bazuar shumë paketa, kam kërkuar edhe informacione jashtë pakete, sepse e mendova deri diku që shumë veta, ndoshta është dhe mendimi i gabuar, por mendova që shumë veta nuk të bazoheshin te paketa, edhe për këtë arsye do të thënë jam bazuar më shumë te informacione jashtë paketës. Unë personalisht për të tjerët nuk e di. Ndërsa për këtë debatin që u zhvilluar, isha shumë, do të thënë më pëlqeu, do të thënë jam pro edhe të gjitha çfarë thanë kundërshtarët tanë, shpresoj që më i miri të ketë pikët më maksimale, ishte një eksperiencë e bukur e cila do mbahet. Faleminderit, jam shumë e bindur që kjo eksperiencë do ju vlejë edhe më tutje në vazhdimin tuaj drejt rrugës akademike për të studiuar në një shkollë apo universitet. Ndaj shfrytëzoni këto mundësi që ju jepen për të ballafaqur mendimet tuaja apo argumentet tuaja. Besoj edhe për grupin tjetër në njëjtësh apo kemi bërë një mendim ndryshe. Jo, çdo gjë ishte perfekte dhe na pëlqeu që na u dha mundësia të debatonim me bashkëmoshatarët tanë për tema të ndryshme të rëndësishme. Thjesht shpresojmë që me largimin e masave dhe në vitet në vazhdim do të jetë diçka që do të bëhet më përballë njëri tjetrit, siç i ka hije një debati, dhe shpresoj që të mblidhemi me njëri tjetrin në ambiente më të hapura dhe në kushte më të mira se online. Jam shumë e bindur që nëse ne do ishim në kushte të tjera jo në të tilla kushte, do ishte edhe më e thjeshtë përballja, ndoshta edhe më dinamike. Por sigurisht me rastin e pandemisë jemi të detyruar të përshtatemi këtyre masave të marra, ndaj dhe këto platformat online sikur na nxjerrin. Besoj edhe për ju mësimi online ka qenë ndo pak i vështirë, apo jo? Ka qenë më shumë se pak, por jemi të përshtatur, domethënë kemi improvizuar dhe ne, duke u përpjekur të marrim sa më shumë.
shena e problemi, por sigurisht jemi ambientuar akoma dhe më shumë. Ne jemi në rregull me këtë pjesë. Presim një rinë sa për të marrë. Për ne personalisht kemi qenë edhe maturant, ka qenë pak më vështirë. Disa, domethënë nga shkolla ime që marrin pjesë në këtë debat, janë maturant, edhe ka qenë pak më vështirë mësimi online. Por shqiptar zotit në qytetin tonë nuk kanë pasur aq shumë raste dhe për këtë arsye këtë vit vendosëm që të zhvillohen në ambientet e shkollave dhe këto na kanë ndihmuar pak më shumë se sa pjesa e të qenë online. Ne arritur ta përballoni mirë këtë situatën e pandemisë, ka fizuar pak në aktivizimin tuaj. Në fakt në fillim sigurisht që e patëm pak të vështirë sepse kjo përveç se ndikon në shkollë, ndikoi edhe te ne si persona, u bë më pasiv. Por sigurisht që mësimi online është gjithashtu një shtys për të parë se sa përpiqemi ne për të marrë dhe për të mësuar edhe online. Pra sigurisht që ka të bëjë edhe me dëshirën e secilit për nesh për të mësuar. Por besoj që zgjidhja më e mirë në këtë raste, duke qenë se është një kohë e vështirë dhe shumë raste të prekurisht po shfaqen, duhet që të gjenim një zgjidhje dhe kjo ishte më e mira për momentin. Shpresojmë që sigurisht raste të tilla të paksohen dhe ne të kthehemi sërish në shkollë për të vazhduar dhe mësimin si gjithmonë. Shpresojmë edhe ne që të rikthehemi sa më shpejt normalitetit të dikurshëm. Dhe të kemi mundësinë edhe të jemi më aktiv në një piste dhe jo vetëm duke qenë aktiv online. Keni ruajtur komunikimin me njëri tjetrin gjatë fazës përgatitore, keni kontaktuar më shumë me njëri tjetrin për të përgatitur apo keni ndarë thjesht punën dhe Po, patjetër, gjatë fazës përgatitore kemi marrë mendimet e njëri tjetrit, qoftë me patjetër me komunikim virtual, qoftë me komunikim real, për të marrë sa më shumë njohuri rreth temës dhe për të ndarë me njëri tjetrin idetë tona. Pra, përgëzoj në fakt të për argumente që sollet, ishin shumë të vyer dhe jam e bindur që do ju vlej shumë dhe juve dhe moshatarëve tuaj. Shpresoj që të keni duke ju ndjekur dhe moshatarët tuaj, keni njoftuar për të ndjekur live në YouTube? Po, patjetër, po. Kemi ndjekur të gjitha debatet të cilat po zhvilloni, pothuajse për ditë. Na pëlqejnë shumë dhe mendojmë se është vërtet një ide shumë e mirë, qoftë për zhvillimin ton social, sepse në kushte pandemie, siç e dimë të gjithë, ne nuk kemi kontakt pothuajse me njëri tjetrin fizik dhe edhe pse virtualisht, të paktën na bën që ne të ndihemi mirë. Edhe pjesëmarrja në debate të tilla dhe në kampionate të tilla mendoj që është shumë e vlefshme. Ja presim dhe Jurin, shoh që Juria e ka marrë vendimin, presim edhe pak momente derisa përkthehen të gjithë. Jeni do pak optimist për pikët që do merrni?
Atëherë, për sa i përket kësaj pjese, sigurisht që ne urojmë dhe shpresoj të kemi ne ato. Nuk po të dëgjoj mirë, Gjina. Po thoja që duke qenë se jemi deri këtu, do të thotë që ne kemi një farë fitimtari brenda vetes tonë, sepse ne po luftojmë për më saktë po diskutojmë, po debatojmë me të tjerët për të nxjerrë në pa vendimin tonë dhe për ta mbështetur ato sigurisht me argumente. Por nuk dua dhe uroj domethënë që askush mos mërzitet edhe sikur mos kemi marrë pikët maksimale, sepse ishte një eksperiencë e këndshme dhe është e rëndësishme ky informacion që ne morëm ishte një eksperiencë e këndshme. Faleminderit, Gjina. Gjithë edhe grupi tjetër është po kaq optimistare, Gjina. Presim edhe pak çast të juaj. Shumë fytyra tensionuar, me sa duket i përprisni me emocion pikët. Po sigurisht që është pak brenda në shaj tensioni, por po presim. Unë mjaft mirë.
presim sa Julia edhe pak të duhet kafe dhe të na hap kamerat që të shohim në. Jam e bindur që kanë marrë një vendim të drejtë për ndarjen e pikëve. Dhe të e shohim edhe më vonë që janë bazuar në kriteret që kemi. Atëherë grupi përshëndetje, Ana, po marr fjalën sepse ne jemi në fund procesit vlerësimit edhe kemi një koment shkurtër se cili nga ne. Jemi okay? Po. Okej. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për kohën edhe për gjithë përgatitjen tuaj. Unë mendoj që është e vështirë edhe që të punonin kushtete. Edhe mbimi dhe debati por që do kisha qejf që të kishte më shumë përmbajtje dhe argumentime mbi temat që kishim. Edhe te kjo prisja që jam më shumë, por që në përgjithësi kam edhe vërejtjen lidhje me respektimin e kohës dhe me ndërhyrjen në debat, pasi koha respektimin e kohës secilit edhe roli secilit është i rëndësishëm për pasur një kulturë debati sa më të mirë. Edhe me proaktivitetin tuaj, edhe në lidhje me kamerat, domethënë tek aspekti organizativ i gjithë debatit, domethënë kemi disa vërejtje të vogla, por që prisja më shumë në nivel përmbajtje dhe në nivel argumentimi të temave që kishim. Kështu që kjo është e vetmja vërejtje e vogël që kam unë, por e rithem që ka të bëjë me gjithë dinamikën e organizimit që është remote edhe mbase kjo ju impakton në gjithë këta. Thënë kjo, suksese shumë në debatet e tjera edhe kënaqësi që isha edhe që u njoftu këtu. Okej, kam radhën unë atëherë sipas vendimit që morëm juria në momentin që ishim off nga kamerat këtu. Në radhë të parë shumë kënaqësi që t'jem pjesë dhe suksese të gjithëve që janë pjesëmarrës. Ajo çfarë unë doja, domethënë të theksoja që u mor parasysh në diskutim, shkojmë praktikisht në të njëjtën linjë me ato që tha Çeliku, por duhet të theksuar dhe të mos harruar që linjat e debatit ishin të tilla që në mendimin tim të paktën personal mendoj që duhet ishte ndjekur me më shumë këmbgulje për të dhënë argumentat e duhura si nga njëri krah dhe nga krahu tjetër. Domethënë mu duk më shumë, domethënë si një rënje dakord, ok, jam dakord me parafolsin por, ok, jam dakord me parafolsin por, ajo por, pas asaj por nuk erdhi shumë e fuqishme për të mbrojtur argumentin tuaj, si kishte pro, si kishte kundër. Por ajo që duhet të them unë është që, domethënë, realisht duhet ta motivoni veten, duhet të ndjeni me fat, mendoj që jeni bërë pjesë e këtij debati, kjo tregon shumë. Një nga gocat që më ra në sy, me thënë drejtë, për një nga ndjekjet më të mira të kundër argumentit që erdhi nga shkolla tjetër ishte Nadia, në mos gaboj, Nadia Majka nga shkolla Abbas Sheu, domethënë tipologjia e argumentit ajo dha kundrejt argumentit që u dha nga shokët e saj nga Ymer Lala, ishte realisht, domethënë për mendimin tim linja që duhet të vazhdohej në atë debat, kështu që komplimentet paktën nga ana ime. Dhe po ja jap fjalën Endritit. Okej, shumë faleminderit. O grupi, përshëndetje edhe një herë nga mu. Fillimisht urime që keni marrë pjesë në këtë aktivitet. Është një aktivitet shumë i rëndësishëm. Pavarësisht paraqitjes tuaj sot, është e rëndësishme që ju keni qenë pjesëmarrës dhe fakti që jeni zgjedhur nga shkollat e juaj do të thotë që keni një lloj cilësie për të vlerësuar. Tani ne jemi juri, jemi pjesë drejtuese disa organizatave dhe do bëjmë disa kritika sot, kështu që na mirëkuptoni sepse është besoj për të mirën tuaj. E para kur bëjmë një debat, fuqia më e madhe nuk është riprodhimi i informacionit, po është besimi që kemi tek ai informacion. Mua personalisht nuk më erdhi ky lloj besimi. E dyta është vetë besimi, që është cilësi tjetër, do të thotë që në fjalën që ti thua, në argumentat që ti vendos, në tonin që ti
shpreh në gjuhën e trupit, pavarësisht edhe para një kamere, është shumë e rëndësishme, duhet të jenë në raport të drejtë me atë që ti thua. E dyta, kur flasim për ndonjë argumentit, më mirë themi 2 fjalë dhe I themi të qarta. Jo shumë fjalë dhe më pas nuk kemi as vetë të qartë çfarë po themi. Humbasim në argument për shkak se mendojmë se duhet të riprodhojmë shumë fjalë për të mbështetur një argument. E treta, ky lloj aktiviteti është thjesht nisja drejt një gjë shumë të rëndësishme që shumë pak individ në shoqërinë tonë bëjnë, është thënia e mendimit të tyre, është mendimi kritik, është rebelimi ndoshta her pas here, është kundërshtimi gjërave që besojmë që janë gabim. Prandaj edhe debati, po themi, ju mëson disa nga teknikat më të forta që në të ardhmen e dim shumë mirë, do ju vlen njerëzonisht shumë. Unë do doja që kur kam qenë në ri isha pjesë e këtij debati, por ka qenë shumë kohë më përpara. E katërta, natyrshmëria është shumë e rëndësishme në debat. Ju lutem, nuk kemi nevojë të dëgjojmë disa informacione që mund t'i gjejmë në internet. Duam të dëgjojmë pikërisht atë mënyrë të komunikuari që ju sapo bëhet mbasi mbaroi debati. Në momentin që ju po flisni njëri tjetër, kishit ton ndryshe, gjuhë trupin ndryshe, respektuat të gjithë rregullat që në komunikimin, pavarësisht se është virtual, e fundit, ju lutem, bëni ndryshimin, jo vetëm në këtë aktivitet, po edhe në shkollat tuaja, sepse duke sjellur debat, duke sjellur mendim, duke pasur besim tek ajo që thuhet, ndoshta nesër pas nesër do keni mundësi të ndryshoni dhe fizikisht me vendimarrjet tuaja, po themi në jetën tuaj profesionale. Më ngelet vetëm të jap pikët, sot nuk kemi, po themi, thjesht fitues apo humbës. Ju kam përshtypjen e dini në çfarë jeni, merrni një pikë dhe shihni se kush në cilën fazë do kaloni. Unë do të them shumë shpejt pikët dhe më pas do ja lej fjalën Anës. Ju merr Lala për sot merr 109 pikë dhe Abbas Sheu 143 pikë. Shumë suksese edhe nga ana ime dhe shihemi në debate të tjera. Shumë faleminderit ju. Shumë faleminderit, mirupafshim. Faleminderit ju për përcaktimin e tij. Jemi të sigurt që ka qenë një proces I drejtë, ky I përcaktimit të pikëve, dhe dua t'ju falenderoj të gjithë dhe ju anëtarëve të grupeve që ishit pjesë e këtij debati, t'ju falenderoj shumë dhe mësuesit që u bën pjesë e debatit. Jam e bindur që ky debat do na vyej shumë më tepër në vazhdimsi. Ju uroj edhe një herë shumë suksese dhe shpresoj të shihemi në evente të tjera. Faleminderit. Mirupafshim, shumë faleminderit. Grupit të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim.